Përmendëm dhe më përpara të gjithë ne sakrifikojmë në mënyra të ndryshme. Sakrifica më e madhe ishte i gjithë ky rrugtim të arrija deri këtu në këtë fazë që jam, ishte të insistoja për një vizë studentore, të lija Shqipërinë për edhe studimet në Shqipëri për Universitetin e Greqisë. Pastaj një tjetër, siç thash atje, unë kisha një zonjë të mrekullueshme që më priti me gjithçka. Unë s'po mendoja se çfarë do haja, ku do strehohesha gjithçka. A ishte ndihmes tepër e madhe, por ajo ishte nuk ishte për gjithmonë, sepse unë ne kishim kush që unë duhet merrja konviktin grek. Bëra një sakrificë tjetër, pastaj u detyrova 6 muaj unë të prisja komisionet me radhë në Greqi për dhomën e konviktit që nuk po më jepesh. Kështu që unë isha 6 muaj, çdo ditë qaja te dera e sekretarisë. E thosha unë mua më takon se më ka për shteti shqiptar. Por ja që nuk funksionon të kështu me që të takon edhe ti përmbush kushtet, unë i përmbushja kushtet, por nuk funksionon të kështu si që mendoja unë. Normalisht. Kështu që kishte duhet durim në atë, ajo ishte sakrificë. Pastaj sakrifica tjetër është, unë isha me bashortin, unë duhet studioja në Uppsala për master, bashorti jetonte në qytet tjetër, kështu që një vit të ca ishte sakrificë edhe ajo. Gjithsesi. Edhe kisha mbështetje totale nga bashorti, domethënë jam mirënjohës për këtë pjesë. Nga 2009, apo, që dolën nga Shqipëria? Nga 2009 Apo? Isha me bashortin nuk kemi qenë bashkë nga 2009. Po, vetë të në vitit ishte 2009, kërë largu nga Shqipëria? 2009 jam larguar nga Shqipëria, në vjeshtën e 2009. Për këto vite dhe të të në emigrim, sa ju ka ndryshuar emigrimin? Nuk do... Si person, si individ, si? Nuk do thoja që më ka ndryshuar, do thoja që na ka bërë njerëz më të mirë, sepse ne vetë nga i vend që erdhëm, ne mbase nuk kemi këtë diturin dhe njohurin që kemi tani, ose këtë formimin, por ne kishim disa vlera që na i kishin dhënë gjyshërit tanë, prindrit, mësuesit, si që kam përmendur. Ato pak vlera, mirësi, kultur, edukim që ne kishim këtë, ne ato i kemi përmirësuar në këto shtete edhe jemi bërë si një sfungjer që kemi marrë akoma më tepër, jemi formuar shumë më mirë, jemi edukuar më mirë, do me thënë jemi përshtatur në këto shoqëritë e tyre. Unë nuk besoj se na ka ndryshuar migrim, na ka përmirësuar, po. Kulturën, si i ruan kulturën, traditën shqiptare, sa është e vështirë? Nuk është as pak e vështirë të ruash kulturën shqiptare. Si thash, iniciativa, aktiviteti me shoqatat, është një angazhim shumë i mirë që ti të ruash gjuhën, kulturën, edhe traditat shqiptare. Kjo është kryesorja. Pastaj kam miq në Malmö që janë nga Shqipëria, nga Kosova, që dalë me ta, do me thënë... Ka shqiptar ku do, edhe ka shqiptar nga Kosova, nga Macedonia, nga Shqipëria. Malmö si... Nuk e di a i thonë si Kosovë e vogël. Ashtu i thonë kam dëgjue, por gjithsesi tani është mënyra edhe komunikimit edhe me Shqipëri e Kosovë, lëvizjet janë shumë atletë se sa që kanë qenë ushqimi tradicional shqiptar që ne gatuan. Edhe këtu tani ke dhe të tani kohës fundit me që e përmende ushqimin kemi edhe bureka tani edhe në për dyqanet ushqimore të suedeze që janë. Çdo ku ke edhe ushqimet Ballkanit të cilat ne kemi pas më herët atje. Dhe është lehtësu shumë, pastaj shoqatat po bëjnë punën e vet, se edhe në kontinuat. Shoqatat kanë bërë goxha punë të mirë. Unë i përgëzoj për këtë, se duken nga aktivitetet e tyre duken. Sidomos për gjeneratat e reja që kanë lind këtu, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ata ruajnë gjuhën, edhe tani është shkruar edhe një libër për gjuhën shqipe. Përgjithësi do të thotë sipas asaj na po e vlerëson mirë diasporën, në fakt diasporën shumë herë po hasëm në kritika që përgjithësi mërgatën shqiptare. Dhe të se është nga syrit, nga bendja jote, se e ke vlerësuar dhe të të mërgatën shqiptare. Me që jemi në Suedi, po flasim për Suedin. Mërgatën shqiptare, mundojnë të mbështesin njëri tjetrin, me sa ka mundësi. Ishe të integruar në shoqërinë suedeze? Po, mirë? Po. Ka shumë persona, pastaj varet në
cilën situatë të jetës ndodhet dikush, edhe cilët janë synimet e tij që vinë në një shtet të huaj. Më thënë, kur ti vjen në një shtet të huaj, ti ke një plan ose një synim që do arri diçka ose e bëj këtë për fëmijë, domethënë. Por që ti mundohesh me sa ke mundësi të integrohesh në atë shoqëri. Unë nuk besoj se ka pas në një problem integrimi. Madje dhe statistikat e fundit që kisha lexuar, edhe kisha diskutuar me një profesor suedez që ai jep të drejtën e migracionit në një universitet në Suedi, nuk dua ta përmend, e diskutojmë pak a shumë zhvillimet e fundit. Edhe më thot Anila, thot atë që kam parë, që kam vëre, thot është që statistikat e fundit, thot po t'i vësh re dhe ti, të huajt në Suedi nuk është që kam pas problem me integrimin, thot. Kanë hecur goxha mirë me integrimin në krahasim, sa i po bën një research, një kërkim shkencor, kanë hecur goxha mirë me integrimin, thot, në krahasim me shtetet e tjera ose shtetet fqinje nordike, por problemi që ndodh, thot, është që këtu kemi, në krahasim me Danimarkën, këtu kemi 3 fish më shumë të huaj se Danimarka, dhe nëse 10% e kësaj kategorie mbetet pa punë, duket ndryshimi i madh pastaj. Por jo që këta kanë probleme integrimin, thot, këta mundojnë të integrohen sa më shumë. Varet çka kushte i ofron ti, thot, që të integrohet. Çka kushte do ti që ai person të përmbushi për integrimin. Nuk duket shumë qartë se kanë disa probleme të cilat nuk i kanë pasur më herët këta, fatkeqësisht, por shpresoj që të mos vazhdohet kështu, sepse vërtet kushtet që duhet vënë dhe këta të integrimit. Po, edhe unë ndjej tani, domethënë unë mendoj që kushtet janë, mundësitë janë këtu, por nuk e di çka e bën më të vështirë për shumë njerëz të cilët vinë këtu për të integruar këtë shoqëri, ku ka gjithçka. Mund të integrohesh se varet çfarë interesash ke. Po, prandaj. Kryesorja janë interesat. Kur njerëzit vinë këtu edhe nuk integrohen edhe nuk i marrin këtë mirë. Interesat, hobi, gjithçka, domethënë ka. Çfarë mesazhe keni për gratë shqiptare si avokate, të cilat dojnë me kriju ose me vazhdu karrierën e tyre jashtë vendit? Një mesazh që mund të jap nga eksperjenca ime. A duhet guxojnë? Fillimisht duhet të guxojnë. Kjo është kryesorja, guxim. Të provojnë, përpjekje pafund, edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë, ta bëjnë përpjekjen në maksimum. Atje ku gjërat nuk shkojnë mirë, të gjejnë gjëra pozitive nga jo negativja, të gjenë një aspekt pozitiv. Qa mund të shkonte ndryshe për shumë, ose çfarë mund të bëjnë ndryshe nga jo që nuk funksionoj. Kryesorja është guxim, insistim, durimi pafund, por edhe përpjekje. A shkon në Shqipëri shpesh? Kam qenë 2019, që kam shkuar, edhe arsyeja që nuk po shkoj më, familja ime nuk jeton atje, por sigurisht që unë kam daja, halla, teze që më mungojnë pafund këta. Por arsyeja është që unë kam humbur gjyshen, unë isha tepër e lidhur me gjyshen, isha dobësi e saj, unë dhe nipi që ajo ka në Athinë. Ajo më mësoi shumë vlera deri në moshën 10 vjeçe, kështu që unë kur shkova unë ndjehem bosh tani, unë nuk i kam më gjyshurit. Çka të më Kur i kam si student i lash, por unë si kam më tani as një nga të asëshme. Po mirë, do të thotë përveç gjyshureve. Kështu që mua më duket bosh ai vendi atje po të shkoj. Përveç gjyshureve do të thotë çka të mërmalli më tepër për Shqipërinë? Ke nostalgji për shoqërinë që le pas, për shkollën, për gjithçka që ti kishe në atë jetën e përditshme. Unë u rrita atje, nuk është që s'u rrita. Si shqiptare, a ke pa dhe të si shoqëri popullin shqiptar në Shqipëri ndryshe, tani është ndryshe me përvojën që ke në Evropë, në mesin e këtyre kulturave evropiane të cilat shumë njerëz ndoshta nuk dinë as me imagjinu. Nëse krahasoj Shqipërinë tani
Me Përgjithësi, shtetet e Europës si apo po, nëse po. krahasojnë në kohën që Jo, unë vajta të në atë kohën dhe të thëtë atë ne e dim, po tani për shembull si sot, a jemi shoqëri në rrugën e drejtë, a jemi ata që mendojmë shumë herë që jemi, apo na duhet shumë me punu për me mujt me qenë pjesë e Evropës, si po pretendojmë? Duhet shumë punë. Duhet shumë punë edhe pak fjalë. A jemi adhëtar, sa flasim? Si? A jemi adhëtar, sa flasim, me punë? Adhetarizmin ti e tregon me vepra. Nuk e tregon me fjalë. Je ndjen ndonjëherë sakrifikuar, diskriminuar në ndonjë vend, ndonjëherë jashtë vendit, Jo. ose e si ka qenë, ose edhe trajtimi si shqiptare, kur kanë dëgjuar njerëzit që je shqiptare? Në Suedi ata e dinë Kudo? që unë jam shqiptare me pasaport greke. Por ndonjëherë ata se din fare që unë kam pasaport greke. Po, do Që ata e dëgjojnë fjalën vetëm prezantohesh që je shqiptare, shqiptare. Po, në Greqi jam prezantuar shqiptare, asnjë se besonte që unë isha shqiptare në Greqi, nuk e di pse. Por në universitet nuk e besonin. Kudo që isha jashtë nuk e besonin, se thoshin ti je pak ndryshe dhe dialekti që ti ke nuk është si shqiptarët. Është nuk, unë jam shqiptare, unë i thosha jam shqiptare, se pranoni A që unë duhet isha shqiptare. të na bëjnë krenar punët e tona, veprat e tona, apo vetëm fakti pse jemi shqiptar? Ti e tregon me vepra, karakteri jo të bën krenar, karakteri dhe çka ti ofron me integrimin tënd në atë vend. Kjo e bën edhe të tjerët që ty të mbështesi, sepse ata ty të shikojnë që ti je një njeri korrekt, je një njeri integruar, ke dinjitet, ke disa vlera që janë të rëndësishme për ty, ti nuk i shet vlerat për çdo lloj interesi, kanë shumë rëndësi. As dinjiteti nuk e shet për çdo lloj interesi. Kështu që ti nuk ndryshon, unë ndryshova shtet, unë në Greqi unë shumë mirë mund të kisha mbiemër grek nga bashorti. Edhe ai mund të lesosh, sa herë që unë shkoja paraqitesha në gjykatat greke, unë mund t'i paraqitesha me mbiemër grek, nuk do kisha të vështirësitë e kontrollit siç kisha si një shqiptare. Ose në burgjet greke që duhet paraqitesha, domethënë. Në një tafër nuk e kuptova që nuk do të kthehen në Shqipëri, po në një tharme. Shqipëria nuk është që ka kushtet për të kthyer, me keqardhje të madhe e them, besoj se më kupton. Kush ishte ai që nuk do të kthehet në vendin e tij, edhe të bënte ato, ti realizonte të gjitha ato ëndra dhe dëshirat e tij në vendin e tij. Që nuk besoj se Shqipëria i ka kushtet për të pranuar bijtë dhe fëmijët e saj, ose bashkëdhetarët. Nuk besoj se i ka kushtet e favorizuara për të kthyer. Zëri i mallit dhe sakrifisës është podcasti im që kam filluar me shumë dashni, edhe ndjehem shumë mirë gjithmonë me mysafir kur vinë, unë ndjeva shumë mirë me ty. Falenderoj shumë për kohën edhe për gjithë këtë rrëfim që ke bë në podcastin tim për shikues të tjerë shqiptar, për dëgjues të tjerë të tjerë. Unë uroj shëndet edhe sukseset më të me gjithmonë në profesionin tënd. Ishte kënaqësi edhe për mua, edhe me këtë podcast na ke kujtuar shumë gjëra që mbase flinin në kujtesë. Pikërisht kjo është edhe arsyeja që të por pak. na ngjallën një nostalgji edhe malli për Radheun, për çdo gjë që lam pas, siç e them, është një mall që buron nga shpirt, atë nuk mund ta përshkruash dot me fjalë. Njëra ndër arsyet. Ai vazhdon të jetë. Por siç e thash dhe unë, si mund ta ndihmojmë njëri tjetrin është me vepra. Njëra ndër arsyet pse duhet të rikthej njerëz atje nga erdhë më që jemi me njerëz për gjithë ato mira që kemi sot. Ne shumë mirë mund t'i mbështesim njëri tjetrin këtu. Patjetër që po.